bile ka dalë edhe një eurodeputet, është një Fred Beleri, që thotë ju keni ardhur vonë, prut nga turqit, nga Kaukazi këtu. Dhe gjua shqipe është një gjuhë e krijuar nga turqit për të na dhënë neve. Tani, unë pika e parë, nuk jam gjyqtar. Dhe neve vërtetojmë një farë mënyrë se edhe shkollën e parë shqipe kemi hapur shumë vonë. Inxhinier, i aftën profesionin tim, jam edhe një studiues i vëmendshëm i dokumentave të vjetra dhe një njeri që mu edhe me i lexua, që kam kualifikimin edhe për t'i lexuar, e për me i punuar. Por, mund t'ju them atyre që i thonë kështu, që studiues shumë të kualifikuar në Amerikë, në institucionet shkencore amerikane, konfirmuan që gjuha shqipe është paktën 8.000 vjeçare. Kjo është publikuar zyrtarisht në mediat ndërkombëtare. Mark, kjo mund t'jetë, por le të kapim tezën ekstreme që turqit prun një popullsi këtu dhe ja mësuan me dhunë këtë gjuhë. Në fakt, këta janë një popullsi e cila momentalisht janë në Azerbajxhan, Udur, nga 5.000 veta janë. Sepse populli, kur erdhen turqit këtu, sa po erdhen filloi eksodi. Dhe në Itali nuk ja mësuan italian shqipen, as atyre që kanë ikë që është komunitet shumë i madh, nuk ja mësuan turqit. Ata ikën me gjuhën shqipe që e flasin edhe sa. Shumë shmark, por një ignorant hidraulik do me bë dhe histori. Ky është argumenti më i fortë. Tashi, mirë ne mësoj turku e ne pruni, po ata që ishin tu shkuan në Itali e flasin italisht. Pa i ka pala turku. Pa i ka pala. Pse flasin shqip ata? Edhe e kanë hap shkollat dhe librat shqip dhe shkrimet e parë ata i kanë bën. Prandaj, kjo nuk qëndron fare, kjo tezë është krejtësisht e gabuar dhe jo saktë. Edhe ne kemi regjistrin e vitit 1416, ka 7 faqe me emna me fjalë shkruar me shqip. Ç'është mund thuhet ajo 416 në sa kishin ardhur turqit. Turqit në vitin 1500 ka qenë më pak se 5% e popullsisë e islamizuar. Në vitin 1500, me statistika, me regjistrimet. Nuk është e vërtetë ajo. Por e vërteta është që ata e ndaluan kultivimin e gjuhës shqipe. Shqiptarët për hir të vërtetës themi atë që është, ata që pranonin më u kthyen në islam, ja ushqyen karrierën, i bën oficera, i bën prefekta, i bën kryeministra, i bën ministra, i bën drejtora, u dhanë gjitha garda në perandori, 36 kryeministra i bën shqiptar. Pra shqiptarëve që ndruan fen, ju dha përparësi ndaj gjithë kombeve të tjera. Kjo qëndron. Por ata që nuk e ndruan fen, ata i persekutoj keq. Po, Mark, kemi edhe një debat tjetër. Shkollën shqipe neve e caktojmë shumë vonë, që u hap në kohë shkolla e parë. Juve e keni kundërshtuar dhe unë ju mbështes në këtë pikë kur thoni nuk është e vërtet, janë hapur shkolla më përpara në Shqive, më përpara në veri të Shqipërisë, që ishin pranë Kishës, po në gjithë Europën pranë Kishës ka qenë. Universiteti Bolonjës, Universiteti Harvard e kanë hapë priftat, një tonë bota, edhe tash Kishë e ka prapë, edhe sot. Së është shtetit. Jo, përveç kësaj, është edhe një fakt tjetër që më duket arsimi civil, arsimi publik, shumë vonë është shkëputur nga Kisha në botë. Gjithë botën sot mësime fetare shekullit e 19-s. Janë 190 shtete, rreth 100 shtete e kanë edhe sot që duhet me dhonë mësim 1 orë, 2 orë prifti ose hoxha ose kleriku. Pra nuk e kanë zhduk deri sot. Nuk është zhduk në botë. Kur janë hapur shkollat të cilat kishin në gjuhën shqipe që ishin me kuptohet që mësonin fenë se shkollat deri në shekullin e 19. Tani nuk po duhet me konsumua se ne mas do ta konsumojmë sepse ne po flasim edhe për kontributin do bëjmë unë do të tregoj vetëm për aq sa ka merit Vatikani për këtë punë. Por ne për gjuhën shqipe do bëjmë një emision mas zgjedhjeve. Do bëjmë një emision patjetër. Tani për shkollën shqipe të vitit 1887. Disa studiues, pa drejtësisht, e kanë quajtur parën shkollë kombëtare, laike, dhe i kanë thonë, sa s'kanë thonë edhe komuniste. Vetëm nuk kanë thonë që ka qenë edhe komuniste, se s'kanë lonë epitet pa janë gjitë. Ajo shkollë, historia saj shkollë është në këtë formë. Në vitin 1887, në qytetin e Korçës, kishte ortodoks.
dhe greket kishin hap 4 shkolla fillore në gjuhën greke dhe 1 shkollë të mesme në gjuhën greke. Shqiptarët i shikonin me xhelozi dhe futën mik në infrashin i cili punonte inspektor në Ministrinë e Arsimit të Perandorisë dhe ishte edhe Sami Frashi, rektori i Universitetit të Stambollit, pra kishin 2 njerëz të fuqishëm që korçarët i futën mik. Thanë, fol me sultanin, në japi leje, masi i kanë hap 4 greqisht edhe shkollën e mesme, të hapim dhe një shkollë shqipe. Dhe sultani nuk ju ka dhënë leje për me hap shkollë kombëtare shqiptare. Leja për me hap shkollë kombëtare shqiptare do të ishte në formën lejohen 4 vilajetet shqiptare të hapin shkolla në gjuhën e tyre, kush të ketë mundësi. Kjo do ishte leja. Por ai ka dhënë leje që një qytetar në Korçë të hapi një shkollë private, siç e kanë hap greket në gjuhën shqipe. Një shkollë, një. Dhe kjo nuk është kombëtare. Tani këta studiuesit, nuk po i shoh as nuk po i përmendi, thonë që është kombëtare pse? Sepse kanë shkuar dje me vajza, kanë shkuar katolike musliman dhe e quajnë edhe kombëtare, edhe laike, edhe e quajnë domethënë shkollë të normale. Kjo është një shkollë që e hapi dhe mbasi u pendua e mbylli po me dekret. Është mbyll pikërisht kjo shkollë me dekret veçantë sultanit. Këto nuk e thonë ata. Ndërkohë që feja, jo feja, tani mos ja japim fejës këtë merit, që ja japim papës Klementi që ishte shqiptar 14 karat, që para se të vdiste e shkërë epitafin e tij për varr, tha të më shkruhet tek koka e varrit që më origjinë shqiptare dhe varri aty nuk është poshtë tek sakristia, poshtë në shesh aty ku njerëzit në kish, në krahun e majt është varri. Po e kam parë shohin gjithë. Dhe aty tha të më shkruhet që jam me origjinë shqiptare. Dhe ai para se të bëj pap ishte kardinal. Dhe punonte i pati thonë Filip Oriçeputit ta bëjmë historinë e Ilirikut. Dhe në vitin 1700 u bën pap dhe më njëherë dha urdhën më u bën fjalori dhe gjuha. Dhe në vitin 1702 Fra Francesco Maria D'Alece bani fjalorin e parë italisht shqip. I pari fjallor latinisht shqip është bon 1635 në propagandë fide, është bon aty dhe është shtyp aty për ne, se nuk u duaj gjatë aty në shqip, në duaj neve, është bon për ne. Edhe kjo i 702 u bon aty. Dhe pasaj në vitin 1702 dha urdhër, në 703, jo dha urdhër, po dha leket më u bon kuvendi Mërqiz, me 200 burra, duheshin lek, dhe u bon kuvendi dhe në vitin 1706 dha urdhër që ato vendime që ishin marrë në atë kongres të përktheheshin shqip dhe në përkthyer shqip në vitin 1706. Nuk e thot njëri këto, edhe kur e përsërit në njëri flet në një kështu në nostalgjik, po nuk e thon publikisht institucionet shqiptare. Këto që nuk e kanë thonë kur në Shqipëri, në asnjë rast se kam dëgjuar zyrtarisht, në asnjë tribun zyrtare, në vitin 1711 është hap katedra gjuhës shqipe në San Pietro di Montorio në Rom. Ka qëndruar hapur 160 vjet. Katedra e parë e gjuhës shqipe në Ballkan është hapur në vitin 1947 në Tiranë dhe në vitin 1972 në Kosovë. Pra e kanë hap 300 vjetë më para katedrën e gjuhës shqipe. Dhe në atë katedrë është mësuar shqip dhe është bon. Qa është bon aty? është bo fjallori, ka qenë një prift 18 vjetë në Dukazhin, në Nabat, Lekajve, në Shalë, ka qenë, mas 18 vjetë që kanë qurë profesor në San Pietro di Montorio dhe ka bon fjallorin, është Luka Mamëndëgjove, ka bon fjallorin Itali-Shqip 359 faqe, që e kam bëtuar në par vjeti, prejrë parë. Pasaj, ka bon Francesco Rossi, ka bon vitin 1860, gramatikën e parë ka bon Maria D'Alece në vitin 1716 aty.
Gramatikën e dytë prap 270 faqe, e ka bon Francesco Rosin 860, fjalorin e tretë me 950 faqe, Italisht Shqipën 866, aty është bon katedrë. Fjallori 4, 1429 faqe, Italisht Shqip, është i pari fjallori Italisht Shqip, është bon po aty. Dhe nuk e thonë, ta janë shtyp, 1000 kopë janë shpërda. Po nuk e thonë, pra, kur këta thonë, këta nuk e thonë, atërë mua më qojnë nervat, edhe unë e kam drejt me i kundërshtuar, më u zamruar. Oke, Zoti Faligaj, shkollat e para Shqipe, kur janë hapur faktikë? Shkollat e para Shqipe, mendimën e kishë. Të dokumentuara, nuk flasem për hamendje, se hamendësime ka që, për shembull, ka pas se kemi gjeti dokument që është hapen në Shënpal Puks. Shënpal i Puks tani nuk qëtë Shënpal, qëtë Kabash, se janë islamizuar dhe në bo musliman. Por në Kabash në vitin 1367 ka pas shkollë, nivellit shkollës mesme. Kjo është e dokumentuar me të shkruar. E kam publikuar dokumentin disa herë. Shkolla e parë Shqipe, prape dokumentuar, është e vitit 1594, që ka bon Lek Matrenga, që është thonë disa herë dhe tani së fundi e ka bëtu Blerina Suta, një doktoresh shkencash nga Elbasani, e ka ribotue edhe ka dalë për Lek Matrengën. Pasaj kemi shkollën e Gjon Kolesit në vitin 1600... Sot ka qenë shkolla vetëm për meshkuj, apo për u pranoshin edhe femra? Ta them. Cila ishte shkolla e pare që kishte meshkuj femra, musliman katolik? Meshkuj, shkolla e parë për meshkuj e ka hap Gjon Kolesi në vitin 1632 në Kurbin. Është tabele e mume. Edhe është në dokumentat Vatikanit 100 vena shkruar. Nërsa libri që kam bëtu vjetën, a i libri malë 1038 faqe, a i të regonë se në vitit 1620-1625 janë hapë 5 shkolla në Lezhë, në Mirdit, në Kurbin, janë hapë 5 shkolla dhe në atë shkollat e Zadrimes mësonin fëmijë thot nga 7 deri 20 vjeç, mashkuj dhe femra thot dhe në planin thot edhe turshit filluan me i pru fëmijët e tyre në të shkolla. Turshit kishën fjalën për shqiptarët musliman. Pra e thot aty tash, aje shkrua, unë e kam botu ato, e kanë marrë kush e ka marrë, i kam botu 3 herë, kam botu atë libër në 3 versione, i herë 2 gjosh, i herë 1 gjosh dhe i tash e kam botu dhe në statik 1000 faqe, 1038 faqe. Dhe aty thot që për 5 shkolla fletaj, me disyre thot mësojnë jo vetëm teologji thot, po mësojnë edhe gramatik edhe shkencat tjera. Nërsa shkollat para kësaj, sa kanë ditur të hapura këto shkolla? Këta ndajten deri në vitin 1628 i arrestuan ca, kur deshen me bon kërëngritje në bashkëpunim me kratet, me një general krat, dhe atë lirin fetuar shqopat në thonë jahu cungun dhe i prishën kisha dhe i vranë priftit ata që zonë i zonë dhe kjo që ka shku këtë dokumentin ka kaluat nga për Puk, në Gashën Krasniqe, ka shku atje në Peje, ka shku në për Malzije, ka shku në Kotor, kanë shpëtu vështirë, i kanë dhjek me i vranë priftit. Pas taj ka hap, kjo është publikume, në Himar, Fileto Zasi, shkollën me 100 nxanës. Ore, 100 nxanës moshkë. Në Shqip? Në Shqip edhe ka bërë... Sot se ka shkolla i marës gjithë. Edhe ka bërë alfabetin me 54 germa. Alfabetin, a i kishe ndajnë Kalabri, se ishte i rritit grek, po që pranonin papën. Nuk ishte me këta të kondostanë në bojse me grek, po ishte nga ta që flisin Shqip. Erdhe hapi atje, shkollën e parë me 100 nxanës, edhe nuk e, në shkollë nuk e, ata i mariotet shkojnë e meren me beleri, nuk meren me shkollën që është neri, jo i Himarës, po i gjithë Shqipëris, që kemi pas shkollë me 100 nxanës në vitin 1685. 1685 shkollë Shqipe në Himar me 100 nxanës? Me 100 nxanës. Kena pas në vitin 1675 shkollë Shqipe në Janjev me 25 nxanës. E kam listën, e kam publikuar, disa e kam publikuar. 25 nxanës që përgatiteshin për më shkuar në Universitet Italiane, pra ishte trampolin. Prej aty më shkuar në universitet, më shkuar në Kolegjin Ilirik Loretës dhe të Vatikanit dhe të Fermës dhe patën hapë edhe në Napoli,
Kam gjetë edhe një letër për i peshk vi Leqe, si ka propozu paps me hapë edhe një shkollë tjetër në Leqe, një kolegj ilirikë në Leqe. Ajo dosja është vetëm me një fletë dhe shkru me një faqe i gjys, e kam pas atë hapa dosja e lexova dhe e kam lënë atje se kam.